Shkarje dherave në Curila alarmon banorët, lëvizje toke dhe dëmtime të raportuara në zonën përreth. Një situatë shqetësuese është raportuar në zonën e Curilave në qytetin e Durrësit, ku shkarja e dherave ka krijuar probleme serioze dhe ka ngritur shqetësime për sigurinë e ndërtimeve pranë zonës së prekur. Lëvizja e masiveve të dheut ka shkaktuar çarje dhe dëmtime në disa pjesë të terrenit, ndërsa banorët shprehen të alarmuar për pasojat që mund të sjellë përkeqësimi i situatës. Në disa pika janë konstatuar dhe lëvizje të tokës pranë objekteve të ndërtuara, duke rritur frikën për ndikimin e një fenomeni mund të ketë te strukturat përreth. Banorët e zonës kanë deklaruar se shkarja është bërë me dukshme gjatë ditëve të fundit, ndërsa kërkojnë ndërhyrje të institucioneve për të vlerësuar nivelin e rrezikut dhe për të marrë masa parandaluese. Ata shprehen se situata ka shkaktuar pasiguri, sidomos për familje që jetojnë pranë zonës së prekur. Ekspertët theksojnë se zona bregdetare e Curilave, për shkak të karakteristikave gjeologjike dhe erozionit vazhdueshëm, kërkon monitorim të vazhdueshëm dhe studime të detajuara për të shmangur rreziqe të mundshme në të ardhmen. Ndërkohë pritet që autoritetet vendore dhe strukturat përgjegjëse të kryejnë verifikimet në terren për të përcaktuar shkallën e dëmit dhe masat që do të ndërmerren për garantimin e sigurisë së banorëve dhe të ndërtimeve në zonë. Banorët kërkojnë transparencë dhe reagim të shpejtë, ndërsa sytë mbeten tek raportet e specialistëve që do të përcaktojnë nëse bëhet fjala për një fenomen të izoluar apo për një problem që mund të rrezikojë më tej zonën e Curilave.